Këto janë qoftet më të thjeshta dhe më të shëndetshmet si asnjëherë. Qofte me perime, kam vendosur të bëj qofte vetëm me kunguj. Është një recetë shumë e thjeshtë. Kunguj të grihen në një rende, i hiqet uji më njan, i hidhet vetëm një kokorves, pak krip, erëza sipas dëshirës dhe unë për të mbledhur qoftet, por edhe, si të thuash, për ta bërë në një brumë, në thonjza, vendosa që të grij bukë të tharë dhe jo të blerë në supermarket. Janë qoftet më të mira, është shumë e thjeshtë, do shumë pak kohë për t'i përgatitur dhe janë shumë të shëndetshme.